që duke qenë në punë vjen një djalë, një student, po i mosh pak më të rritur si student, jo 20 vjeç, po 30 vjeç, një student i inxhinierisë, dhe ky vjen në reanimacionin tonë të kardiologjisë me dhimbje gjoksi, po duke menduar që është një dhimbje gjoksi, si do ta themi edhe më pas, që lidhet me të ftohtit, me muskulaturë dhe me gjëra të tjera. Kur bëhet elektrokardiograma, ai u zbulua që kishte infarkt miokardi dhe duke qenë në korridor të reanimacionit, ai pëson komplikacionin madhor, që është fibrilacioni ventrikular, që është shkaku kryesor i vdekjes në të smurt me infarkt në orët e para, dhe në sajt të ndërhyrjes së një nga infermierëve që kishim ne aty, që ishin kualifikuar për atë repart, ai do të bëjmë goditjen elektrike edhe ta shpëtojmë atë rast. Ai ndërpreu studimet pastaj dhe kaloi një jetë aktive.